Fushata elektorale ka shëruar të moshuarit në Vlorë. Sipas statistikave të regjistruara në Poliklinikën Qendrore të qytetit dhe në qendrat shëndetësore, vjet re se gjatë gjithë fushatës të moshuarit i kanë reduktuar vizitat te mjekët e familjes dhe tek mjekët specialist. Me sa duket, ankesat shëndetësore të tyre janë harruar përballë ftesave të shumta që kanë patur për takime elektorale. Politika ka shërbyer si opium për popullatën, veçanërisht për moshën e tretë, ndërsa dukuria e çuditshme ka bërë që gjatë gjithë muajit të fushatës, edhe sipas personelit shëndetësor, të reduktohet numri vizitave tek mjekët e familjes. Në Poliklinikën Qendrore të qytetit edhe gjatë kësaj të shtune nuk ka patur fluks, edhe pse është një ditë e zakonshme për mjekët, teksa po ndiqni dhe pamjet në ekran. Korridoret e poliklinikës janë të boshatisura. Është pikërisht kjo moshë që gjatë muajve të tjerë të vitit i ka të shpeshta vizita tek mjekët, edhe për shqetësimet më të vogla. Por muaji i fushatës elektorale i ka lehtësuar, sepse duket kanë hequr mendjen nga sëmundjet dhe ankesat dhe janë përqendruar tek bisedat politike për partitë dhe kandidatët. Edhe thirrje telefonike në drejtim të moshuarve nga shtabet elektorale kanë qenë të shumta dhe duket se kanë patur material, por edhe kohë për të biseduar me të afërmit dhe bashkëmoshatarët e tyre. Me sa duket, të moshuarit ka nevojë për angazhim social dhe jo vetëm për ilaçe. Mjekët raportojnë se çuditërisht ambientet e qendrave shëndetësore kanë qenë të boshatisura nga të moshuarit, të cilët janë ata që i mbushin zakonisht këto ambiente thuajse çdo ditë.